Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Një program I ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids, me disa nga fëmijët më të çiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ajla, e gati. Ine, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se të gjeta. E ke parë misionin? Po, e kam parë. Kë ke parë, fëmijët? Atë gocën, si jam baj më ndemrin fix, që e kishe asistente që 5 vjeqa. Tejan. Po, Tejan. Tejan, po, e lezetshme Teja. Apo s'pëlqeu? Pëlqeu apo? Po, shumë. Okej. Ç'a të pëlqeu të Teja? Për jetën e saj që fliste bukur, Mama. fliste me detaje, si të duhet. Si s'duhet, me detaje. Pse kështu do t'i tregosh gjërat me detaje? Po. Hajde më trego ca detaje për jetën tënde ti tash, që të njohun më mirë. Unë jam Inri Hoxha, si që dini, jam 10 vjeç, edhe jam shumë I mirë me shkollën, me mësimet, me notat. Okej. Jam me 10-a, edhe jam klasa 5. Gjitha 10 I ke? Po, Gjitha? po, Asnjë 9? jo, Fare. Wow, sa mirë. jam excelent. Je excelent. Çfarë do të thënë excelent? Me qenë me gjitha 10-a. Po, Ky excelent. Okej. Ti të ke paktën me këtë semestër, falë që të ndërpres, po me të paktën me këtë semestër, të 3 mujorit parë jam vetëm me 10-a. Okej, super. Excelent. Lind apo bëhesh? Bëhesh, nuk lind asnjëri I ditur. Duhet, si të thonë edhe për Einsteinin, nuk ka lindur I ditur, por e ka krijuar veten nga shkolla për të bërë ai që ka pas qenë, edhe është tani në histori. Çfarë është Einsteini në histori? Einsteini është, për mos të thënë, më I zgjuari në gjithë botën, matematiciani, një nga më të zgjuarit në botë. Okej. Për çfarë është I famshëm? Ka ndonjë gjë që ka bërë ky? Për zgjedhjet e veta në ushtrime të vështira, për mendjet e veta, por edhe për disa gjëra gabim. Ka bërë gabime? Po, Ç'a ka? një herë e ka pyetur në ai I nazistëve, Hitleri? që t'i bënte një bombë të fuqishme, që quhej bomba atomike. Edhe ai mori këtë si kërcënim edhe ja bëri nga frika. Por ajo tani është shumë e keqe në gjithë historinë, edhe është një nga më të këqijat për të mbajtur, për të pasur një shtet. Nuk duhet paqe, mos ta përdorim, vetëm ta ruajmë si për suvenir. Okej. Ti nëse bëhesh, ç'a do të bësh kur të rritesh një herë? Kryeministër ose futbollist, por prap mora vesh që këto si janë profesione sepse nuk kanë shkollë eksakte. Po, si për shembull doktor që bëhesh 6 deri në 10 vite me shkollë, edhe pastaj merr diplomën edhe bëhesh mjek. Mjek. Po, si bie, kryeministri nuk ka shkollë? Jo, Fare? për kryeministër jo. Nuk ka. Po çfarë shkolle duhet bëj dikush që të bëhet kryeministër? Unë kam qejf që të bëhem kryeministër, apo mos bëj shkollë fare? Jo, edhe shkollë duhet të bësh. Okej. Që në fillim, por duhet ta fillosh nga shkolla, edhe pastaj mund të bësh për shembull, një shkollë tjetër që për shembull për mjek, Okej. edhe pastaj të futesh të kandidosh për president, për kryetar bashkie, për deputet, edhe kështu të rritet zgjidhja edhe deri në vend kryeministër edhe pastaj kryeministër. Okej. Cila do ishte shkolla më e duhur që e nxjerr kryeministrin më të mirë? Po themi, të ndjekësh mjekësinë, të bësh një shkollë arti,
të bësh ekonomikun, të merresh me shifrat, të ku diun studiosh gazetarin, të jesh gazetar sipas teje? Ekonomikun, ose gjyqtar. Okej, drejtsin. Po, Të studiosh po. juridikun, pra drejtsin. Juridikun, po. Okej, gjyqtar. Pse gjyqtar? Po ajo të mëson edhe pak për të drejtat e tua, për ligjet, edhe ligjet duhen shumë për punën tënde në të mbajturën e një shteti të tërë, që quhesh kryeministër. Okej, po nëse për shembull një kryeministër është piktar, do ishte i zoti? Mundet, por vetëm të kishte mendje pak edhe te politika, edhe te televizioni. Duhet dhe televizioni. Po. Po pse duhet televizioni, kryeministrit? Që të mësojnë nga të tjerë që po bën gabime, mos t'i bëj ai gabimet që ta duan më shumë njerëz edhe të jetë i denjë. Ti ke ndonjë ide për kryeministrat e Shqipërisë, kush kanë qenë, kush janë? Po, ka qenë Enver Hoxha, pastaj ishte Fatos Nano, pastaj në demokraci Sali Berisha, deri në 2014 edhe pastaj Edi Rama, që është deri më tani. Nga i njeh ti këta, nga i di? Nga televizori, nga gazetat dhe nga intervistat. Okej, pse i shikon shumë intervistat e tyre, lexon gazeta? Jo edhe aq shumë, po më dalin në lajme. Të dalin në lajme. Po, edhe gazeta lexojnë. A ke krijuar një perceptim se kush nga këta ka qenë më i miri për ne, për Shqipërinë? Ose është? Jo, perceptim s'kam krijuar ndonjëherë se prap, të gjithë kanë gabimet e tyre. Nuk janë të gjithë njerëzit njësoj që ti matesh për shembull, a është ky më i mirë ose ai më i mirë. Se kam bërë ndonjëherë këtë perceptim. Nuk e ke bërë. Jo. Po, në qoftë se ti do doje ti thoje në vendin tim të ishte i ulur kryeministri aktual i Shqipërisë. Çfarë do t'i thoje? Kur do na hapni vend në Tiranë, si për shembull, por në gjithë Shqipërinë, kur do na hapni vend në shtetin ton, në Shqipëri, kur do na hapni vend sepse po bëhen shumë pallate, ka shumë gazra makinash, ajri është çiksi pist, edhe plehrat i hedhin në tokë. Pse nuk bën edhe për plehrat, që sa herë ti hedhin njerëzit në tokë, 5 euro gjop. Okej. Që t'jetë i pastër edhe shteti. Ta din, të vinë, se po vinë edhe shumë turist, por jo për Tiranën, po vinë për detet, se janë të bukur. Por pse jo edhe për Tiranën, që të bëhet e pastër, edhe me ajër të pastër, me vende ku të luash, të bësh miq të rinj. Pse jo kjo? Mungojnë këto në Tiranë? Po. Të duhet që mungojnë? Shumë. Okej, nëse ti do kishe mundësi ta ndryshoje Tiranën, çfarë do ndryshoje? Në këto që thash, si për shembull, mos të bëja shumë pallate. Ti ku jeton vet? Unë jetoj te Kodra Diellit, Nishi. Okej, jeton atje. Po. Edhe atje shumë ndërtime janë bërë. E di, atje është lagje me shumë ndërtime. Edhe në lagjen tonë dalim, ne luajmë te një vend i vogël, ku është një market në anën e majt, një lokal në anën mbrapa, edhe një vil, ku ne hedhim topat në njërë pa dashje edhe ata na i çajnë. Është nga ana e djathtë. Edhe ne s'kemi ku të luajmë. Por duhet të kërkojmë edhe ne në njëherë të drejta, t'i themi edhe prindërve që të shkojmë në bashki, edhe t'i themi të na bëjmë parqe. Sepse s'kemi ku të luajmë, po na bërtasin ditë për ditë ata, se s'kemi as ne qa të bëjmë. Te garazhi luajmë, po vinë makina, atje lart na marrin topat, s'kemi ku të luajmë. Prandaj. Po, a i ke thënë prindërve që ndoshta duhen protestuar, duhet ngritur zëri për këto gjëra dhe çfarë mendon ata? I kam thënë, po jo për të protestuar. Edhe protesta është gjë e keqe, sepse nga protestat vinë flakat, vinë sherret,
Kështu që nuk I dua as këto gjëra, vetëm të shkojmë privatësisht, t'i themi atij që është në vend, si Edi Rama, ose Sali Berisha në kohën e vet, edhe t'i thoshnim, të lutem mund të na bëni disa parqe, sepse po na marrin topat edhe s'kemi ku të luajmë, se edhe ne fëmijë jemi, të drejtat tona I kemi. Patjetër që I kemi. Po jo të bëjmë protestë se kjo sjell shumë gjëra që nuk duhet të jenë në plan, si sherrët për shembull. Po ka dhe protesta paqësore. E di. Ka dhe protesta pa sherrë. Ka dhe protesta pa flak. E di. Po këto janë shumë të rralla këtu në Shqipëri për shembull. E vërtet. Është shumë e vërtet kjo. Ku punojnë prindrit e nit? Mami punon tek AMF-ja, këtu te liçeni, është si protokolliste. Okej. Dhe babi punon si laborant dentist në Laprak. Është dentist. Përball po, Spitalit Ushtarak. Po ti s'do të bëhesh dentist? Jo. Pse? Kam parë edhe nga gjyshja, edhe nga babi që lodhen shumë, vinë vonë në shtëpi, nuk shpenzojnë shumë kohë me ne se kanë punë. Është punë e lodhshme, duhet të kesh shumë gjëra, duhet të paguash shumë lekë për këto. Dhe prandaj, s'dua të kem edhe të gjithë kohën e fokusuar te punimet, se duhet të shpenzoj kohë edhe me familjen. Më fal, po, se po them që mos të bëj as punë. Edhe punën duhet bërë, se kështu merret suksesi. Patjetër. Cili është sekreti I suksesit sipas teje? Sekreti I suksesit është vëmendja. Vëmendja, dëgjimi. Edhe kur t'i gjykojnë të tjerët, t'i flasësh kur e kanë gabim, por t'i thuash me butësi që më fal për këtë e ke gabim, ullëro, mund ta shohësh pak vetë, të lutem. Pra komunikimi po thua? Po, komunikimi, paqja. Si shikon ti, si komunikojnë sot njerëzit me njëri tjetrin? Pak a shumë, çik me arrogancë komunikojnë. Se është edhe paqësore tu gjendja në Tiranë, në Shqipëri. Nuk është paqësore? Jo edhe aq shumë. Pse mendon kështu? Prej kohës së demokracisë, që atëherë nuk është më paqësore. Po. Çfarë mund ta bëj paqësore sipas teje gjendjen tonë në këtë vendin tonë të vogël? Si Korea e Veriut, po, që është e rrept, është shumë shteti I keq, po për një gjë e ka të mirë. Kryeministri Kim Jong-uni, vetëm ai mund të zgjidhet, por një herë në 5 vite. Edhe po të duan, të tjerë mund të kandidojnë, por mund të kandidojnë që të zgjedhin. Jo për t'u bërë vetë, se s'lejohet. Edhe këtu të jetë njëri, të provojnë veten në pushtet njëherë, edhe po të aprovojnë të gjithë njerëzit, atëherë të vazhdoj derisa të plaket, ose të bëjnë derisa të bëjnë një gabim. Ti jetë vetëm një person, po thua? Po. Ta testojmë edhe, po është I mirë ta mbajmë deri sa të shkojnë në një gjë gabim ose të plaket. Të pëlqen deti në Shqipëri? Po, shumë. Shkon me pushime? Po. Ku shkoni? Në Jal. Okej. Se besoj ta njihni, po është afër Çerekore mbas Himarës. E njoh më Jalën? E njoh? Po si se njoh? Ke qenë? Kam qenë, mo. Kam qenë. Unë shkoj atje, kam 10 vite që kur kam lindur, shkoj atje, sepse tezja me burrin e tezës së babit tim, më fal, tezja e babit tim me burrin e tezës së babit tim, kam pas punuar në Ministrinë e Mbrojtjes që në 1980-ën, 85-ën, edhe kam punuar deri më sot, por prap ata I japin leje që të shkojnë në Jalë me letër kampi. Po, akoma sot e kësaj dite? Po, akoma. Shi, se dia. Se janë shumë të respektuar edhe akoma I ndihmojnë ata kur kanë vështirësi. Shumë mirë. Shkruaj që shkoni bashkë me ata. Po.
Okej, po pse të duk habi që mund të kem shkuar unë në Jalë? Po se di se është një vend i vogël, edhe ka shumë rrugë të gjatë nga Tirana për të shkuar atje. Është edhe e komplikuar rruga. E komplikuar është, e vërtet, 3 orë gjysmë, mua ndonjëherë më ze makina. Po bukur është Jala, mua më pëlqen. Shumë bukur. Edhe pse, të them të drejtën, më duket sikur tani s'po i lënë më fare vend plazhit, ka shumë ndërtime. E di, tani po bëhen çiksi shumë edhe atje. Po janë ndërtuar shumë hotele, por s'është se duhet të ndërtohen edhe aq shumë, sepse ja ku është Fole Marina, është ngjitur. Është në Jalë, atje edhe prandaj, ajo ka. Por po ndërtojnë edhe pallate më veç, hotele më veç. Se mendojnë se do vinë shumë njerëz në Jalë. Se po them që s'vinë, po edhe shumë njerëz, le të themi që s'vinë, nuk vinë me mira, me kështu, po është. Ke qenë ndonjëherë me pushime jashtë Shqipërisë apo vetëm në Jalë? Po, shumë herë. Ku ke qenë? Kam qenë në Greqi. Okej. Në Athinë, edhe një herë në 2018 me sa mbaj mend, në shtator. Jo, në ngusht. Kam pas qenë me kushëririn edhe me familjen e tij edhe me familjen time në Lefkada. Ku është më bukur? Në Lefkada apo në Jalë? Në Jalë. Pse? S'më ndahen prej kujtimeve që kam atje, prej ujit të pastër, prej gjithë atyre peshqve që kam atje, edhe prej memorive të mia që kam edhe që do kem në vazhdim të jetës time atje. Pëlqen Shqipëria, domethënë. Do ikësh ndonjëherë nga Shqipëria për studiuar jashtë apo jo, do rish këtu? Për të studiuar, po më përzgjodhen, pse jo? Për shembull në Harvard ose në ndonjë tjetër, pse jo? Do kishe qef? Po, do e provoja një herë shansin. Të shkosh të studiosh. Të shkosh me bursë apo të paguajnë prindrit? Me bursë. Me bursë. Do shkoja, do e provoja një herë, se një herë është jeta. Nuk ringjallemi mbasi vdesim prap. Jo? Një herë e kemi jetën. Një herë vetëm, a? Duhet të provosh, duhet të riskosh për disa gjëra. Ashtu. Unë ndonjëherë kam frikë të riskoj. Varet nga rastat, nga llojit e rasteve. Për shembull, tani jam përpara një projekti që e kam me shumë qef, po e kam edhe frikë. Sepse se di se si do dalë, a do t'ju pëlqej publikut, njerëzve, audiencës, a do jem unë në nivelin e duhur, a do t'i argëtoj njerëzit, edhe them në njerë, të shpata, më mirë kisha ndonjur pushim. Për këtë emision, riskoja. Së se quhet edhe ky riskim, se thjesht ta nashkaloj të tjerët, fokusohu te vetja, edhe mos i mendo se ç'a të thonë të tjerët. Mos. Po është e vështirë ndonjëherë, se vinë kështu si gremza. E di, po të bëhet virale, të vinë, të urrejnë kështu, por prap, mos u fokuso tek ata, fokusohu në jetën që ke përpara, në të ardhmen tënde, gjithmonë. Okej. Për çfarë je krenar ti për veten tënde? Për 10-at e mia që kam marrë në gjithë të rrugtimin nga fillorja, nga klasa parë deri në klasën e 5. Dhe për karrierën time të futbollit, edhe për fatin tim. Karrierë? Po. Që tani? Po. Pse i futbollisti? Jam me akademi. Vërtet? Me Triumfin, po. Qa je sulmues? Jo, jam... Po, sulmues jam, po sulmues i majt. Sulmues i majt? Po, jam shumë i mirë. Edhe madje dje kisha stërvitje dhe bëra 3 gola. Bravo. Me kë je tifoz? Me Bayernin dhe unë. Edhe ti pse kush është tjetër me Bayernin? Mendon se jam unë? Jo, burri jot. Nga e diti që është me Bayernin ai? Ka parë mami nga ato të tua, të reelset e tua në Instagram, edhe unë kam dëgjuar në njëherë, edhe ja tani e di. Qa tha mami? Si ty është burri Arbanës,
Me Bayernin është. U cudita atëherë se mendoja. Është nga Shkodra, gjithë Shkodranet janë o me Gjermanin o me Bayernin. E kupton? Po Bayerni është dobët duhet këtë kohë? Jo. Dobët më është, se unë e kam pa... Qa vëndi është? Ku? Në kategori? Në kategorinë e vetë, në Bundesliga? I pari. Ja, më ja. Po. Vërtetë? Po. Po kur pas ka shku i pari Bayerni ka kohë që... Ka fituar çdo ndeshje në Ashtu, Bundesliga, edhe i dyti është rivali jon, Borussia Dortmundi, me 36 pikë, por neve jemi 13 pikë para tyre, jemi 49 pikë nga të gjitha lojrat, sepse një fitore është 3 pikë, Aha. një barazim është 1 pikë, edhe një humbje është 0 pikë. Okej. Ti do të bësh futbollist kur të rritesh o futbollist e kryeministër, kështu më the? Po, Në qoftë se do të zgjidhje midis të dyjave, kë do të zgjidhje më shumë pak? futbollist. E Futbollist. kam pasion. E ke pasion. E kam pasion. Po është e vërtet që futbollistët mund të luajnë deri nga mosha 35, 36, 37, maksimumi 40 vjeç dhe pastaj nuk luajnë dot më? Jo, Deri kur mund të luajë futboll një futbollist? derisa të duan. Vërtet? Po. Edhe 50 vjeç? Po, në fakt, është njëri në Japoni, si jam bajmën mirë emrin, por është 56 vjeç, është afër 6 jetave, edhe akoma luan futboll profesional në kategorinë e parë. Po japonesë, Të po kush e japonesë. di se qa ka, i qa lloj energjie, E kush e di. di se sa sushi ka ngrënë. Unë po them këtu. Këtu, E, po të duan po. do themi sekret për Edin, po mos e thuaj, nëse e takon Okej. ndonjëherë. Ai nga që pëlqen shumë futbollin, Po. e gënjen dhe mendja që luan mirë futboll. Po, Nuk është se është një lojtar kush e di se çfarë, e kupton? Do me thënë, më duhet shumë... të shoh video, nuk e vlerësoj dot asunta. Jo, nuk po them që ta vlerësosh, po them që loja që fiton më tepër është loja që bën me fëmijët në shtëpi. Pra, kur luan me Jonin edhe me Diellin, ai fiton gjithmonë. Po pastaj kur shkon, po them me moshat e tij, nuk është se shkëlqen shumë. Ajo që dua të të pyes është, ti mendon që mund të jesh i apasionuar pas futbollit, dhe jo domosdoshmërisht të bëhesh futbollist i mirë, apo shkojnë bashkë këto? Jo gjithmonë shkojnë bashkë. Mund të jesh edhe futbollist i keq, por fan si futbollit, siç ka mund disa të klasa ime. Që prap, i kemi shok. Edhe pse janë që futbollin e kam pasion, edhe pos janë të mirë, prap, i ftojmë në ndeshje, Pa. luaj me ta. Se Okej. normalisht i kemi shok. Do ta merrni dhe Edi një ditë? Po të doj po, Mm? po të doj. Mirë se të vi. Mirë se di, po të thashi, nuk e ke shumë të mirë. Nuk e di se ku do ta fusesh aty te skuadra. Me lagjen time, vetë ai kundra një personi me emrin Rej atje, që është 11 vjeç, nuk e mundot. Nuk e mundot. Let jetë sa të doj. Ashtu, është i fort ky Reja? Po, shumë. Është shumë i fort. Është edhe ban shumë ekuilibër, Aha. edhe për shembull bën sparkatën, Oh, okay. që është shumë gjë e rrallë ta bësh deri në 11 vjeç. Unë kam pas ditur, po tani s'e di më, sepse më dhëmbin kofsha. Më dhëmb kofsha kur e bëj, edhe s'e bëj dot. Po goca e bëjnë më kollaj sparkatën, e? Po, Po pse e bëjnë më kollaj goca sparkatën se çunat? sepse janë mësuar me gjimnastik ose me balet edhe e bëjnë. Janë më elastike. Janë më elastike. Janë më elastike. Ti çfarë marrëdhënie ke me gocat? Urdhëro? Çfarë marrëdhënie ke me gocat në përgjithësi? Shoqe kam. Kam ca. Ke ndonjë më të preferuar? Po. E ka emrin Ema. Oh, Në fakt unë e pëlqej atë. ja ke thënë? Po. Kur? Në klasën e 4, Okej. nga qershori, Si atë? para se të iknim. Unë të kam, i thash, unë të kam shumë qef ty. Jesh kaq. Qa Miru pafshim, takohemi pastaj. Unë të kam shumë qef, miru pafshim. Po, takohemi në klasën e 5. Qa tha ajo kur i the kështu?
Nuk më tha asgjë, thjesht ju skuq fytyra. Oh. E pastaj u takuat më? E kam në klasë. Ai, ke në E klasë. kam para në bank, po. Okej. Si shkoni tani? Mirë, luajmë edhe në njëherë lojra bashkë. Okej. Po, nuk ka thënë gjë për këtë pëlqimin. Sa as më duhet fare, le të thoj që të doj. Ti e ke qef? Po, por prap, thoj që të doj. Prap, nuk do më mendoj se do më prishi jetën, po të më thoj jo. Thjesht do kaloj nga ajo, s'ka në një gjë të madhe. Jo, Po ajo ka thënë gjë thjesht. as jo, as po. Jo, as një gjë deri më tani. Të Okej. shohim në vazhdim. Okej. Do më tregosh Pa merak. në një mesazh. Mirë. Ema kështu. Ose Ema. Po. Dëgjoj, u kënaqja sot me ty shumë. Kam një dhuratë për ty. Oh, Kam një dhuratë për ty. Prit ta shohim tani këtu. madje dhurata ime më e pëlqyer është nga një shoku im me emrin Arti. Dua edhe ta përshëndes. Arti nga Kosova. Ah, është nga Kosova. Po. Ku ke E kam njohur? shok të ngushtë në Jalë. Ah, jeni Këtë njohur vit, atje. në vitin e kaluar, në fakt në 2025. Ah. Edhe ai vllai na ka që jeton në Gjermani edhe Pavlovici, një lojtar i Bayernit, është shumë i mirë në futboll. Edhe unë atë e kam një nga lojtarët më të preferuar të kësaj skuadre të 2025-26 të Bayernit. Pavlovici, po ç'është ky emër Pavlovic më? Është nga Gjermania. Vic nga Gjermania? Po. Po, Gjermanët i kanë Ein Zeitung, Gute Baben, nuk e kanë Pavlovic. Do jetë në një... Tani ashtu e jep Google-it. them Oh, drejtën. okej, Google, nëse jep Google. Dëgjoj, o Inrim, Urdhëro. ti kur do dhurata që i ke qef dhuratat, siç Po. më the, ai orienton njerëzit para se të kesh ditëlindjen që çka ke qef të blejnë apo i lek kështu surpriza më blini çfarë doni? Surpriza. Okej. Të më marrin çfarë të duan. Të mirë. Unë nuk e di a do të pëlqej, po shpresoj shumë, të ftoj të hapësh. Faleminderit. Ndërsa mua më pëlqen t'i orientoj me thënë të drejtën se ndonjëherë më blejnë ca budalliqe. Si për shembull, Po budalliqe o burr tashi, për shembull të blejnë ku dëgjoj, unë ja të kujtohem mama. gjëra që që s'të ti hynë në mund punë. të mos t'i duash. Po këtë Që po s'të them. hynë në punë. Ja, u kujtova. Kishte bler njëri një herë uniform futbolli, mua. Mbase të kanë gaturuar për burrin tënd. Ka mundsi. Mbase po ta ka dhënë ty mbase për t'ja dhënë atij. Mbase, se vetëm kështu Mundet, bën kuptim. mundet Kështu jetë bën edhe kuptim, kjo. kështu bën kuptim. Edhe ti shikon shumë ndeshje kështu si burri im që bllokon televizorin kur luan Bayerni? Po, madje jam mendoj, le të më thonë çfarë të duan për këtë, po jam fan se numër 1 i Bayernit. Numër 1 nuk je se po ta sill një fans numër 1 dhe ashtu të habitesh fare. Jo. Një sekond se kam një ide. Ideja vjen vetëm një sekond. Hajde vetëm një sekond. Prezantoj me fansin numër 1 të Bayernit. Qa thu? Inri. Mirdita. Si e ma? Shumë mirë. Ullu një sekond se dua t'ju bëj një kujt se kush është fansi më i madh i Bayernit, sepse më ka thënë jam fansi numër 1 i Bayernit. Pa merak. Okej, pa merak. Atëherë, kush përgjigjet i pari? Qa fitojmë? Apo këtë? Fitoni Drari. një dhuratë nga Kjapi. Kam për moshën. 1, 2, 3. Pa. Sa gola ka bërë Bayern në ndeshjen e fundit? Në ndeshjen e fundit 8-1 doli, kundra Wolfsburgut. Pa fitova unë se tash i parë. 1-0 për A këna Edin. bëjmë me shtyp këtë? Jo, s'ka ne ty fole i parje. 1-0 për Edin. Okej, pyetja e dytë. Sa Champions League ka fituar Bayern? 6. E fundit në 2020 kur doli 1-0 me Paris Saint-Germain. Fitaj. 1-1. 1-1. Goli nga Kingsley Coman. Që tani është për Manchester. Edhe ishte Covid-i, s'kishe një stadion. Po. Okej. Cili
është portieri aktual i Bayernit. Neuer. Neuer. Është 10 vjeç. Okej. Me cilën skuadër ka luajtur për herë të fundit Bayerni? Bëhem me Wolfsburg. E tha përpara. Wolfsburg. Ja, 2-2 jemi dhe kjo është pyetja finale. Është 10 vjeç. Okej. S'ka gjë. Dhe pyetja e fundit është. Ashtë në plan arbohet e plan animal. Dhe pyetja e fundit është. Me cilën e ka ndeshin e radhës Bayerni? Me atë Salzburgun. E kam me Salzburgun, se e kam në WhatsApp. E kam në WhatsApp edhe më shkruajti në mëngjes. Bundesliga Metz dhe with Salzburg. Bravo. Fitove. Fitove. Faleminderit. Vjen shumë keq Edi. Faleminderit. S'di sa keq më vjen. Po aq keq sa kur humbasin kalamajt kulozin me ty futboll. A të thash që është i çmendur. Është 10 vjeç. Hajt për shkak. Hape. Hape ta shoh. Hape. Bluz. Pëlqen shumë. Pëlqen? Me kaput, po. Ta gëzosh. Edhe kuqe me të bartë si Bayern. Bravo, si Bayerni. Faleminderit. Ta veshësh kur shkosh stadium. Hajt për shafojnë. Faleminderit shumë që erdhe. Ky program u mundësua nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.